dietarët kanë thënë huwa sarful ibadati li ghayrillah. Shirku është ibadetin, çfarë do lloj ibadeti? Çfarë do lloj ibadeti ti ja drejtosh dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ibadetet të cilat duhet që vetëm Allahut t'ia drejtosh, t'ia drejtosh dikujt tjetër. Kushdo qoftë ai. Qoftë njeri i mirë apo i keq, qoftë i gjallë apo i vdekur, pra kushdo qoftë prej krijesave, nuk lejohet që t'i drejtohet asnjë ibadet krijesave, pra. Asnjë ibadet nuk lejohet që t'i drejtohet ndonjë krijese, sepse atëherë kjo konsiderohet shirk, apo t'ia bësh rival të barabartë dikënd Allahut subhanahu wa taala. Dhe shirku, siç e përmendin dietarët, është 3 llojesh. Lloji i parë është shirkul akbar. Shirku i madh. Shirku i madh. Dhe kjo është t'ia drejtosh ibadetet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Në këtë hyn për shembull shirku i krishterëve, të cilët e adhurojnë Isa'in alayhis salam. Apo shirku i jehudive, të cilët thonë fjalë të ngjashme me krishterët për Isa'un, mirë po e thonë për Uzeirin. Apo shirku i budistave, të cilët e adhurojnë Budën, apo shirku i zjarputistave, të cilët e adhurojnë zjarin. Dhe gjitha llojet e idhujtarive, paganizmave dhe lloj-lloj pra adhurime tjera përveç Allahut, të gjitha këto janë shirk i madh, të cilat të nxjerrin prej feje, nëse ke qenë më herët për shembull në fe të pejgamberëve. Andaj edhe krishterët e sodit nuk mund quhen pasues të Isaut alayhis salam, sepse kanë dalë prej mësimeve të Isaut alayhis salam. Madje ende e kanë të ato 10 urdhrat që i përmendin, pra që përmenden në Bibël, urdhri i parë është që mos t'i bësh shok Allahut. Ende e kanë këtë cekin e lexojnë, mirë po, a ju bën dobi? Nuk ju bën, sepse e konsiderojnë se Isau është biri i Zotit dhe e meriton adhurimin. Lloji i dytë i shirkut është shirku i vogël, i cili nuk të nxjerr prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, shariati e ka quajtur shirk. Shariati e ka quajtur shirk dhe është prej shkaqeve, sebepeve që të futin shirkun e madh. Nuk është direkt shirk i madh. Pra, nuk është direkt adhurim direkt ndaj dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, është rrugë, është sebeb që të çon tek adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Si për shembull ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak." Kush betohet në dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ai ka bërë shirk. Ai ka bërë shirk. Dhe në këtë është për qëllim shirku i vogël, siç thon dietarët. Sepse kjo e tregon apo mund të dërgon deri tek shirku i madh, deri tek madhërimi i atij në të cilin betohesh, deri në atë gradë që të konsiderohet si adhurim ndaj atij. Dhe kjo, thon dietarët, mund bëhet shirk i madh në rastin kur ai i cili betohet në dikën tjetër përveç Allahut, beson pra me zemrën e tij se nëse betohet rejshëm tek ky tjetri, mund që t'i vi dënimi, pra. Mund që ai t'i hakmeret në një farfe, apo që t'i vi dënimi për Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu hyn pra disa besime të disa sufive, të cilët besojnë se nëse betohen rejshëm në emër të shehut të vet, apo të atij që e kanë tyrben teqe, nëse betohen rejshëm, besojnë se ai ju hakmeret, apo ju vjen dënimi. Pra, sikur e madhrojnë deri në atë gradë që është gradë e ibadetit e ngjashme me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, betimi i thjesht në dikën tjetër përveç Allahut është shirk i vogël, nuk të nxjerr prej feje. Nuk të nxjerr prej feje. Ngjashme me betimin në Allahun subhanahu wa taala që është quajtur shirk është edhe për shembull vendosja hajmalive apo varja hajmalive. Nëse janë me Kur'an, për shembull, dikush vendon disa ajete, për shembull kul huwallahu felekin nasin, vendosja këtyre hajmalive është shirk i vogël.
pa marrë parasysh se a beson ai se këto, pra faktikisht momentin kur ai nuk beson se këto direkt ndikojnë të e mbrojnë direkt, kjo është shirk i vogël. Pse? Sepse ja çel derën shirkut të madh. Dikush mund ta vendojë me gjëra që nuk janë haram, për shembull, nuk janë fjalë të këqija. Këto janë bidate shirkije, ju thonë, bidate që ja çelin derën shirkut. Ose syri i kaltër, që është në formë të syrit, ai rruza në formë të syrit. Kjo është më e qartë, domethënë. Nëse beson këtë gjë, nëse beson se kjo direkt, pra ajo si objekt e mbrohen prej dënimit të Allahut, ose ja sjell të mirat, jo prej dënimit, po prej mësyshit, ose ja sjell të mirat, ndonjë begati i jep për shembull fat apo diçka të ngjashme, nëse beson se direkt ajo, atëherë kjo konsiderohet shirk i madh. Mirë po nëse beson se kjo është sebeb, se mira dhe e keqja vjen prej Allahut, mirë po kjo është sebeb, atëherë është shirk i vogël, sepse Allah subhanahu wa taala nuk e ka bërë që një gjë e tillë të jetë sebeb, sepse Allah subhanahu wa taala nuk e ka bërë që një gjë e tillë të jetë sebeb. Pra shirk i vogël është çdo fjalë apo vepër të cilën shariati, feja Allahut e ka quajtur shirk, që nuk të nxjerr prej feje, sepse nuk është direkt adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut, mirë po është rrugë për në atë drejtim. Për shembull, ka dhe një shembull tjetër këtu, ai i cili e lut Allahun, mirë po tek varri i njerëzve të mirë. Shkon për shembull te një varri dikujt, si i quajnë ata evlia, edhe pse nuk e din askush përveç Allahut se kush është evlia i tij në realitet. Zemrat i din vetëm Allah subhanahu wa taala. Mirë po si e quajnë ata, pra shkojnë te varri i filan evlias dhe e lutin Allahun subhanahu wa taala. Tash kjo është adhurim i këtij varrit në mënyrë direkte, nuk është. Pra nuk mund ta quajë shirk i madh që nxjerr prej feje, sepse nuk është në mënyrë direkte. Mirë po çka është sebeb, është pra rrugë për tek shirku i madh, sepse ja çel derën shirkut të madh. Dikush tjetër mund vi dhe të mendoj se ky e lut varrin edhe ta lutë edhe ai varrin. E ngjashme pra është betimin dikon tjetër përveç Allahut dhe e ngjashme është varja e hajmalive. Në momentin që i lutet direkt varrit, e varr hajmalin ose syrin e kaltërt që e mbron prej mësyshit, si thojnë ata, dhe beson se këto direkt e mbrojnë nga e keqja, atëherë kjo më del në shirkun e madh, sepse mbështetjen apo tevekulin ja ka drejtuar, i cili është një prej ibadeteve, ja ka drejtuar këtyre gjërave. Dhe lloji i tretë i shirkut është shirku i fshehur, e shirk el khafi, shirku i fshehur. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, më së shumti që i frikohen për umetin tim është shirku i fshehur. I thanë, ja Rasulullah, çka është shirku i fshehur? Tha, er-riya, syefaqësia, që ta bëj një ibadet për ta parë dikush, që ta bëj një ibadet për ta parë dikush. Dhe shirku i fshehët, i cili është pra shirk i zemrës, sepse nuk e shef askush, apo riaja, mund të jetë shirk i madh dhe shirk i vogël. Varet prej derexhes që e ka arritur riaja. Varet prej derexhes që e ka arritur. Riaja e munafikave është komplet pra ria, prej fillim deri në fund. Ata edhe islamin që e shfaqin para tjerëve, e shfaqin sa për sy e faqe. Ndërsa riaja e vogël, kjo mund t'ju ndodh besimtarve në vepra të caktuara. Në vepra të caktuara. Pra ti përzihet niyeti dhe ta bëj një vepër për levdat, për famë, një vepër caktuar. Ndërsa riaja e munafikave është komplet, pra total në është për dikën tjetër. Prej start, prej fillim, ai të gjitha edhe shfaqjen e islamit, edhe krejt vepra që i bën pra për dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është si një hyrje në lidhje me shirkun.